Pia me kumbulla që ju arrafshon barkun në kohë rekord. Fatkeqësisht zona më e vështirë për të hequr dhjamin është zona abdominale, kjo pasi që zakonisht dhjami gjendet në këto zona. Barku i fryrë ndikon në pamjen fizike të njerëzve dhe kjo është një problem pasi që mund të shkaktojë një sër sëmundjesh. Sidoqoftë, fatmirësisht për këtë problem mund të mbështeteni te produkte natyrale. Për këtë ju duhet 100 gram kumbulla, 1 litër ujë i pastër. Vendosni ujin dhe kumbullat në një shishe hermetike, e lini në frigorifer për një javë, pastaj e tendosni atë në një mënyrë natyrale dhe është gati. Një gotë e kësaj pije natyrale e konsumuar çdo mëngjes për të fituar rezultatet që dëshironi, mund t'japë gjithashtu kënaqësinë që ju ka munguar për një kohë të gjatë. Nga çfarë prisni, mund ta përgatisni çdo ditë dhe ta konsumoni vazhdimisht.